Kjo video ka për qëllim që ndihmoj juve si edukatore ta përdorni aplikacionin Kids për të dokumentuar punën tuaj në mënyrë profesionale dhe për të kursyer kohë. Ju si edukatore keni qasje vetëm në klasën tuaj dhe sapo të kyqeni me kredencialet e juaja do të shfaqet lista e fëmijëve, agenda. Tek agenda mund të shihni plan programet e aktiviteteve, takimet, eventet apo ndonjë ditëlindje të fëmijëve. Pastaj mund t'i pranoni njoftimet nga administrata ose ndonjë mesazh nga prindrit. Gjithashtu është edhe pjesa e mesazheve ku mund të komunikoni direkt me prindrit e fëmijëve të klasës suaj. Si mund ta bëjmë një raport ditor? Hapi i parë që duhet ta nisim ditën për një raport ditor, duhet ta regjistrojmë vjushmërinë e fëmijëve. Mjafton duke klikuar opsionin prano. Prindrit e pranojnë automatikisht informacionin që fëmia është prezent në kopsht. Nëse ka fëmijë të cilët mungojnë atë ditë në klasë, është mirë të regjistrojmë edhe mungesat. Nëse shkojmë te opsioni mungon, shfaqen disa arsye të mungesave, edhe klikojmë opsionin këtë rast pushime. Vazhdojmë me pjesën tjetër. Pasi të regjistrojmë vjushmërinë e fëmijëve, mund të fillojmë edhe të raportojmë detajet e tjera për rutinat e fëmijëve gjatë ditës që kanë kaluar në kopsht. Për shembull, nëse shkojmë te pjesa shto aktivitet, i kemi fushat për raportim për gjumë, tualet, në natyrë, aktivitet, disponimi ushqimi, hidratimi, shëndeti dhe pjesa e vëzhgimit. Nëse shkojmë te opsioni ushqimi, shfaqet menyja e ushqimit që e kemi për atë ditë në kopsht, e përcaktojmë vaktin e ushqimit dhe përcaktojmë sasinë se sa është konsumuar. Secila fushë ka dhe opsionin për një përshkrim shtesë në rast se një fëmijë për shembull është alergji në brokoli në këtë rast, mundemi me përshkruar me fjalë që kanë ngrënë diçka tjetër, për shembull bukë me djath. Nëse dëshirojmë të bëjmë një raport të njëjtë për komplet klasën, për marrim shembull dreka është përfunduar njësoj për të gjithë klasën, e caktojmë plusin, e caktojmë ushqimi komplet klasën dhe vazhdojmë me opsionin dreka, i gjithë ushqimi është konsumuar. Pastaj i kemi mundësinë për me raportu për kohën në natyrë, në këtë rast e kam përcaktuar plusin dhe shkojmë te opsioni në natyrë, e caktojmë komplet klasën dhe vazhdojmë e përcaktojmë dhe kohëzgjatjen që fëmijët kanë kaluar në natyrë. Nëse dëshirojmë e raportu në formë individuale për secilin fëmijë, atëherë shkojmë te emri i fëmijës dhe shkojmë te opsioni shto aktivitet. Pjesa e tualetit i ka disa opsione të gatshme, por në rast se nuk përshtatet asnjëri opsion, atëherë mundeni me përcaktu opsionin tjetër dhe me përshkruar me fjalë. Shkojmë me opsionet e tjera, në rast se dojmë me raportu për fushën e gjumit, atëherë kemi mundësinë me përcaktu a ka fjet apo nuk ka fjet, edhe mundemi me caktu intervalin kohor të saktë. Për shembull, caktojmë 30 minuta dhe të përshkrimi mundeni me shtu ju si edukator nëse keni lexuar ndonjë libër apo keni lexuar ndonjë këngë relaksuese gjatë kohës së gjumit, atëherë te pjesa e përshkrimit mundeni me përmend si detaj. Nëse shkojmë te pjesa e aktivitetit, atëherë kemi mundësi të raportojmë aktivitetet e cilat i kemi përcaktuar për me realizu atë ditë. Në këtë rast, nëse shkojmë te gjuhë dhe komunikim, mundemi me përmend me fjalët e tona çka kemi mësuar te kjo land, mundemi me bëu për shembull njohja me shkronjën B. Edhe përmendim detajet e tjera sepse është përzgjedh ky aktivitet, çka munden fëmijët me mri përmes këtij aktiviteti. Gjithashtu mundemi edhe me bashkangjit fotografi të cilat prindrit munden me pa idenë apo konceptin se si ka me u duk aktiviteti të cilin e kemi planifikuar. Gjithashtu mundemi me raportu për secilën fushë më shumë se sa një herë, nuk është të kufizon.
Për shembull, shkojmë prapë në pjesë aktivitetit dhe e caktojmë komplet klasën, vazhdojmë me një aktivitet tjetër ushtrime me gërshër. Mundemi paraprakisht me bugati edhe për shkrimin dhe kur vjen dita me raportu e kemi të gatshme. Edhe në këtë rast e përcaktojmë një fotografi të cilat nuk ka ndonjë fytyrë të fëmijëve, po mundemi me përcjell të komplet grupi apo të komplet klasa. Prindërit e kanë një ide apo një koncept se pse janë të rëndësishme aktivitetet me gërshër, edhe kanë një fotografi të aktivitetit. Nëse shkojmë te opsioni disponimi, ka disa opsione të gatshme, edhe këtu në rast se nuk përshtatet asnjëri nga opsionet me gjendjen emocionale të saktë të fëmijës, mundemi me përcaktu tjetër dhe përshkruaj me fjalë gjendjen e saktë. Opsioni shëndetit është ndarë në 3 kategori, ku mund të dokumentohet nëse ka ndonjë incident. Mundemi me selektu pjesë të trupit ku është vrejt lëndimi, edhe me shtu detajet për shkrimi shtesë, edhe mundemi me dërgu tek prindrit. Opsioni tek simptomat ka disa mundësi për me u raportu për rrethë temperaturë, ka dhimbje stomaku, edhe opsioni kontroll pediatrike ka për qëllim që nëse në kopshtin tuaj ka një pediatër që jep një raport për secilin fëmijë, atëherë mundeni bashkangjit një fotografi të raportit që ka përcjell pediatri. Opsioni hidratimi ka për qëllim që nëse në klasën tuaj është një rutinë ku fëmijët të pinë ujë patjetër para dite ose pas dite, për marrim shembull nëse jemi duke dalë në natyrë dhe komplet klasa i marrim gotat apo termosat tonë personal dhe bëjmë një rutinë që fëmijët me pi ujë, mundemi me selektu në këtë rast komplet klasën, e caktojmë hidratimi dhe përcaktojmë kohën para dite ose pas dite. Nëse keni dëshirë me pas se çka keni raportu deri tani, mundeni me kliku në hapësirë ose tek emri i fëmijës afër dhe shfaqen gjitha ato detaje që ju i keni raportu si edukatore. Në rast se vreni që keni bën ndonjë gabim gjatë raportimit, atëherë mundeni me shku në anën e djathtë dhe mundeni me fshi raportin. Raporti mundet me u fshi derisa e kemi fëmin prezent në klasë. Në momentin që e prekim opsionin largo, atëherë mbyllet dita për atë fëmijë dhe nuk na lejon me bë ndryshime në raport. Si mundemi me mbyll ditën për një fëmijë në rast se shkojmë te profili i fëmijës dhe përcaktojmë opsionin largo dhe në këtë rast mundemi me bë që ka shku me prind. Dhe në fund e kemi opsionin vëzhga. Ideja është që nëse ju si edukatori keni një raport të zhvillimit me disa fusha që përcaktohen për secilin grup mosh, atëherë në rast se ju e vreni ndonjë ndryshim apo progres tek gjendja e fëmijës, mundeni me i observu ose me i raportu. Në momentin që klikojmë këtë rast shenjën apo simbolin që e kemi përcaktu, prindi nuk është që shef me njëherë informacion, vetëm në rast që ju vendosni këtë raport të zhvillimit me dërgu në periudha mujore apo në periudha semestrale, atëherë mënyra se si mundemi me dërgu këtë raport, duhet të shkojmë tek profili i fëmijës. Edhe shkojmë tek opsioni observimet dhe shkojmë tek butoni gjeneroni raporte. Këtu i kemi mundësit me përcaktu raportin nëse është raport i gjendjes, semestral apo raport mujor. Atëherë shfaqet tabela me vlerësimet që ne kemi bërë si edukatore dhe nëse kemi dëshirë me bërë një përshkrim apo një përmbledhje të raportit, mund ta përdorim butonin më ndihmo të shkruaj, i cili të ndihmon me një përmbledhje profesionale në bazë të klikimeve apo vlerësimeve që i ke bërë ti si edukatore. Mundeni me i përmirësu apo me shtu detajet e tjera prej anës juaj.
Pasi të përfundohet përmbledhja, mund ta klikoni butonin ruaj si dokument dhe prindrit do ta pranojnë në aplikacion dhe në emailin e tyre raportin e qëllimit për fëmijën e tyre. Si mund ta dërgojmë një mesazh tek prindrit është shumë e thjeshtë. Nëse klikojmë tek butoni mesazhet, e përcaktojmë emrin e fëmisë për të cilin po dojmë me dërgu mesazhin dhe mundemi me fillu edhe me shënu porosinë. Nëse dëshironi me i regjistru orët e juaja të punës, atëherë mundeni me kliku butonin me shenjë të gjelbër. Në momentin që e filloni punën, e klikoni butonin dhe fillon i regjistron orët e juaja të punës. Në rast se dëshironi me i përditësu dhënat e profilit të juaj si edukatore apo dëshironi me ndru gjuhën në aplikacion, është mundësia tek ana e djathtë, profili dhe i keni detajet me informacionet e juaja, edhe mundeni me ndryshu fjalkalimin apo mundeni me ndryshu edhe gjuhën. Butonat në pjesën e sipërme nënkuptojnë nëse dëshirojmë me i pa vetëm ato fëmijë të cilët i kemi të pranishëm në klasë, apo nëse dëshirojmë me i pa se kush po mungon për sot, apo fëmijë të cilët janë largu. Në pritje, nënkupton që ende nuk e kemi bo vjushmërinë apo check-in për secilin fëmijë. Opsioni në pjesën e sipërme me 3 pika është për në rast se në rast se një ditë janë prezent të gjithë fëmijët në klasë, që mos me pas nevojë me shku secilit veç e veç, atëherë mundeni me apliku butonin prano të gjithë. Opsioni me shenjën e kuqe, në rast se shohim një simbol të tillë, atëherë nënkupton që ky fëmijë ka alergji në diçka specifike. Në këtë rast nëse shkojmë te alergjitë, po shohim që është alergji në dridhës. Ky është një profil i fëmijës. Tek profili fëmijës munden me u ruajt gjitha fotografitë të cilat i keni dërguar gjatë aktiviteteve, është pjesa observimeve, pjesa dokumenteve dhe pjesa e llogarisë që nënkupton dhënat e fëmijës. Në rast se keni prap vështirësi gjatë përdorimit të aplikacionit KidsDay, ju ftoj të na kontaktoni dhe mundemi me ju ndihmu përsëri. Faleminderit shumë.